Natën e zgjedhjeve të 9 shkurtit, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti gjithë opozitën e përmbledhi me një shprehje. E keni po çfarë rrenash prej premtimeve kanë dhënë. Thajshin buxheti i shtetit do të bëhet më i madh se bruto produkti vendor. Çfarë hajvonash? Gati 2 muaj pas, të paktën njërit prej liderëve të partive opozitare, Kurti ka bërë ftesë për takim lidhur me formimin e institucioneve. Lideri i partisë në pushtet që synon edhe një tjetër mandat në krye të qeverisë, i ka dërguar letër kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku. Kurti ka kërkuar të konsultohet me Abdigjikun dhe për këtë qëllim i ka ofruar 3 orare të mundshme takimi. Me qëllim të konstituimit të plot të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe procesit të zgjedhjes së qeverisë së re, për të konsultuar paraprakisht, ju ftoj në takim të mërkurën më datë 9 prill në orën 15 apo të ajntën me datë 10 prill në orën 9 ose 14. Lidhja Demokratike dhe drejtues të saj, ndërkohë janë treguar të mbyllur për të deklaruar rreth ftesës. Gjithsesi, antarja e kryesisë së kësaj partie, Jehuna Lushaku, ka thënë se organet e partisë do të vendosin se a do të shkojnë në takim apo jo, dhe se qëndrimet për qeverisje me VV-n i kanë të qarta. Kurti ka shprehur disa herë synimin të mos bashkëpunojë me partitë opozitare për formimin e qeverisë, por vetëm me deputetët nga komunitetet jo serb, kurse edhe LDK-ja ka mohuar mundësinë e hyrjes në koalicion me VV-n. Prapa kësaj ftese, njohësi çështjeve politike Afrim Kasolli beson se qëndrojnë 2 arsye. Por në base ka indikacione që nuk i ka numrat adekuat për formimin e institucioneve dhe atëherë kërkon ndihmën e bashkëpunimit dhe bashkëpunimin e partive opozitare. Dhe e dyta në base është një lojë taktike e kryeministit Kurti në kontekst të këtyre zhvillimeve, duke ekspozuar veten si vetëm lider që Serbia nuk ka interes që të jetë në krye të qeverisë, por që njërisht edhe përkundër ftesave që u ka bërë partive opozitare, ato me vedi apo pa vedi po veprojnë në sinkron me interesat e Serbisë. Televizioni ka pyetur edhe parti tjera nëse kanë marrë një ftesë të tillë, por zyrtarët e tyre nuk janë përgjigjur. Seanca për konstituimin e legjislaturës së re të Kuvendit do të mbahet më 15 prill.